Për sa kohë arrin nafta në Evropë? Një cisternë nafte është shumë e madhe, e gjatë sa 4 fusha futbolli, bardh 2 ose 3 milion fuqi nafte dhe peshon më shumë se një rokaqell, dhe krejt këto e bëjnë shumë të ngadalt. Shpejtësia e saj mund të llogaritet si të ngasësh një biçikletë deri në 23 km/h. Tani mendoje, nëse do të nisje një udhëtim me biçikletë pa pushim, duke kaluar dete oqeane si kjo anije, sa larg do të arrije? Pikërisht këtë po bën nafta çdo ditë. Nga ngushtica e Hormuzit, një nga pikat më strategjike në botë, deri në portet e Evropës, një tanker zakonisht udhëton rreth 2 deri në 3 javë. Por kjo kohë nuk është fikse, varet nga rruga që ndjek, kushtet e motit, trafik kudetar dhe pritjet në porte apo kanale si ai i Suezit. Ky udhëtim i gjatë dhe i ngadalt është një kujtesë se furnizimi me energji nuk është diçka e menjëhershme. Çdo fuqi nafte që përdoret ka kaluar mijëra kilometra dhe shumë pengesa për të mbërritur, dhe rëndësia e saj shkon përtej makinave. Nafta është thelbësore për prodhimin e ushqimit, për industrinë, për fluturimet, për ngrohjen dhe për pothuajse çdo zinxhir furnizimi në botë. Është materiali bazë për plastikën, tekstilet sintetike, madje edhe për shumë produkte që i përdorim çdo ditë pa e menduar fare origjinën e tyre. Prandaj kur energjia tronditet, qoftë nga krizat gjeopolitike, bllokime rrugësh detare apo ndryshime në prodhim, efektet ndihen menjëherë. Çmimet e ushqimit rriten, biletat e avionëve shtrejtohen, prodhimi ngadalsohet dhe transporti bëhet më i kushtueshëm. E në fund e gjithë kjo përkthehet në një gjë të vetme, rritje të kostos së jetës. Dhe në një botë të ndërlidhur si kjo e sotmja, një anije që lëviz ngadalë në mes të oqeanit mund të ndikojë drejt për drejt edhe në çmimin e bukës që blejmë çdo ditë.